Mirëmëngjes edhe një herë. Mirëmëngjes. Ju përshëndesim edhe një herë anvisat veçanërisht, ato që gatuajnë me ne, që na ndjekin vazhdimisht me punën tonë dhe padyshim bëjmë pjesë e kuzhinës tonë. Domosdo, na japin shumë energji të mirë, ndaj edhe sot do t'i ftonim apo jo Albana të komunikojmë së bashku. E kemi kështu ditën të hapur dhe për anvisa. E gjithë dita është e jona. Qa do na gatuash sot? Sot kam qep të njoma dhe faktikisht është me mishkeci. Unë nuk e kam bërë me mishkeci. Kam bërë me këto 3 pjesë mishit pulës që janë këtu. Do thoni ju, po pse nuk mundesha unë të merja mishin e kecit, patitër që mundesha. Por, vura veten në pozicionin e një 80 vjeçareje, që ka shumë vite që ka dalë pension, që ka një pension shumë qesharak që mund ta ketë 100.000 lek, edhe me këto shtesat ishtë bërë 100.000 lek. Dhe e largoj. Ti këto e bërë tani para rritjes pensionit, se kur të rriten nga janari e tuti, do ta bësh me mishketi. Por, unë pyeta xhepin, pra nuk pyeta shijen, pyeta xhepin, sepse shumica anvisave pyesin xhepin. Pra, nëse ju në shtëpi keni një pul, keni konsumuar pjesët më të mira dhe ju kanë mbetur vetëm këto 3 pjesë, çfarë do t'i bëni ju? Po sup çdo ditë nuk mund të hash supë me shpule. Pra i shkon shumë mirë këtij gatimit. Apo kur shikoni që në fund fare ju ka ngelur vetëm 50.000 lekë, edhe atë 50.000 lekë, ai 5.000 lekë i ri. Se po them 50.000 lekë, so bien 100.000 lekë pastaj. Edhe thoni, si ta ndaj, ç'a ti bëj? Ç'a ti bësh më përpara? Ku ta ndash? Po. Janë negoshira ato anvisat është mishi më i lirë. Por ama është edhe mishi më i shishëm. Po. Sepse sidomos pjesët e bardha, dhe unë them, nga asnjë lloj produkti mos e anashkaloni, sepse çdo produkt, çdo pjesë e mishit ka të shijen e vet. Atëherë, me çfarë kombinojmë tjetër përveç qepëve? Kam një kofsh, një krah që kanë super shije, Edhe pjesën për them në pjesën e qafës. E largoj. Do të shtoj kam qep të bardhë, qep të njom, sepse nuk dua t'i lë më janë ato pjesën e qepës, kokën e qepës bardhë. E vendos direkt këtu. Kam bishat e qepëve, kam një oris që unë e kam para zirë, dhe normalisht është dita e ente, dhe unë bëj atë revolucionin e frigoriferit në fundjavë. Kam krip, piper, kam hudrat. Nuk e kam atë salcën e koncentruar, sepse jo të gjithë e kanë salcën e koncentruar. Pra më kanë ngelur pak nga të gjitha, është fundjavë, është fundi rrogave, nuk kemi asgjë. Ky ka qenë koncepti sotëm. Atëherë, marr një spec, që dhe po ta blini ju, është shumë i lirë tani, po të meni nga një është shumë i lirë. Shtoj specin e kuq, pluhur, ose paprika, shtoj dhe kaq që kam një lugë, salce. Si shtemi fundi më i kanëve. Që na ka mbetur në frigorifer, do të përdorim për recetën e sotme. Do të shtoj dhe këto 2 thelpit e hudrave. Pakës ujë. Dhe normalisht do shtoj dhe pakës ujë këtu. Jap një përzierje. Dhe i vendos kapakun. Derisa të zbutet. Nuk kam shtuar krip, sepse janë qep që lëshohen shumë kollaj nga qepët e njoma. Vendos. Një salcë tani me një ngjyrë të theksuar të kuqe. Mund t'i kemi nga një, por faktikisht ndihmën e vaj të ullirit e kërkon. Po, tjetër që i jep edhe aromë të mirë, por edhe i zbut të gjitha produktet. Pra po gatuajmë, si që mund të shihni, se po shtojmë perimet cilat ka nevojë të kaurdisen, tavën tonë me mish dhe qep të njoma, po e specifikojmë, më shishme që tavë del me mishkeci, si kundre përmendit Albana, por mund ta përdorni dhe ju me mish çfarë keni në shtëpi, me pjesë të ndryshme të. Mjafton që të keni një vaj të duhur, këtu është gjithë problemi, dhe unë bëj një shtet shumë të vogël. Shtoj pak ajvar, që është spec i pjekur, domate edhe qep nëse ju dëshironi. Me këtë ne kryem edhe salcën, atë salcën e dur. Unë e kam të gatshme, sepse siguron pema këtë pjesë, si të shit, ashtu edhe ajvarin e shishëm që
Mund ta përdorni jo vetëm në këto gatime që sjell Albana tek te tava e sotme, po te brusketat njëherë ishte fantastike. Te brusketat do thotë një gjyshe, do më thotë një gjyshe, marrni me këto brusketat e tua. Po me tek ato bukët e thekura, po, ato bukët e thekura, vendosim pak të tillë dhe jeni shumë mirë. Ti bëni një shtypjon. Kaq. Ju premtoj që nuk ka më zhurmë. E shtojmë tek bëj një përzierje. Do të shtoj qepën dhe sërisht nuk dua ta ngacmoj sepse dua që të më ulet volumi i qepëve të njoma, nuk shes salcen akoma. Është një tavë që shumë mirë kalon. Unë nga që kam fik në shtëpi, mund të kaloj me gjethe fiku, por sot e ngatrova. E ndryshova më sakt, ndryshova më sakt. Kam japrak me, një sekond tu. Nëse ato janë të zjerat. Me gjethet që thash me lakrën e egër. Dhe kam vendosur një gjethe këtu, dhe normalisht, dhe një gjethe tjetër që unë do ta vendos tek tava e baltës. Nuk do ta vënë në nxehtësi tavën e baltës. Pra, i jap, përse po e pres? Dija, unë nuk bëja dhe një gjethe më të vogël. Ja u bërë një shtrat i tillë. Dhe edhe kjo do të lëshoj vetë shijen e saj, karakteristike, dhe aromën karakteristike të lakrës egër. Ndërkohë, kam britur një telefonat, e dëgjoj dhe mirëpresim. Mirëmëngjesi. Kush mund të mos telefononte sot nga Fieri? Nëna Negjion. Si të kemi? Jemi shumë mirë. Jam unë dhe po shikoj juve ditë për ditë të punë. Faleminderit. Si e ke nisur ditën sot? Rofsh, faleminderit. Mansat mira jeni, që të dyja shumë të mira. Shumë faleminderit. Jam thuaj në qik, çfarë ke gatuar sot? Sot unë do bëj si spilin që bëri dje Albana me kamsa hitra dhe do t'i bëj. Asa mirë, doli shumë e shishme. Shpresoj dhe jam shumë e sigur që do të dali perfekte. Po, shumë e mirë. Ti do t'i kesh dhe hithra të oborit. Rofsh, faleminderit. Ju i keni dhe në obor hithrat, apo jo? Jo, me unë jam pallatë. A ishën pallatë, si ishën pallatë. Po ku i ke gjetur hithrat? Jam mu në mes të Fierit, jam mu në mes. I ke mbledhur hithrat, i ke gjetur tek fshatarët? Po, mirë pruri një nga fshati dhe i tham aty frigorifer. Super. Bëj dhe një çaj me hithrat edhe je rregull. Po, i bëra. Bëra dhe një byrek këtu me hithra. Edhe byrek edhe pispili. Po. Byreku në bëra sa. Byreku e ka shihen më shumë me hithra. Okej, i ke gatuar më përpara. Ne të falenderojmë shumë, edhe për më tepër që ke zgjedhur të gatuash recetën tonë. Do të thonë ajo është recetë tradicionale, por recetën që gatuam ne dje, edhe ju bëft mirë. Të përshëndesim, është larguar Negji apo jo, e përshëndesim shumë. Na merr gjithmonë në telefon, është një ndjekse e rregull, sikundër shumë të tjera, ju presim të na telefononi edhe të ndajmë së bashku gatime receta të ditës, shifeni pak mbushjen. Pra shtova pak edhe gjethen e lakrës së zezë. Normalisht nëse ju të shtoni gjethen e rushit, do t'i japi një ahtësi, është akoma dhe më ndryshe. Dhe nëse ju do t'i shtoni dhe rush të pa bërë, është akoma dhe më mirë. Por, në momentin që nuk ka pas rush të pa bërë, njerëzit e kanë filluar dhe e kanë shtuar me kumbla. Me ato kumblat e tharta, sepse shahini është pak me ëmbël. Ne themi kumbla shahini, po janë në dy cilësi, janë dy varietete. Po. Atëherë, unë shtova lakrën e zezë dhe shtoj salcën për t'i dhënë shije dhe ngjyrë, patjetër shije dhe ngjyrë. Nuk mund të mohojmë edhe ngjyra. E lë paksa sepse unë orizin e kam të bërë. Por do të shtoj, do të shtoj kripën, pakës piper,
majdanozin që unë e kisha që dje, por të mbuluar me pelikola. E përzijej mirë dhe nuk do më duhet që unë të gatuaj orizin. E lë shumë pak. Furrën e kam të parangrohur, normalisht, dhe do më duhet, shumë pak do më duhet që unë t'i jap një nxehtësi në furrë. Ku kemi shtruar edhe gjethet e lakrës sekër, kemi dhe mishin, cilin e kemi të zier edhe të kaurdisur pak, kam marrë pak ngjyrë, gati për fazën e fundit të recetës së tavës me mish dhe qep. Qep të njoma, një qep të thatë, pjesën e bardhë të qepëve të njoma dhe pjesën jeshile. Dhe mishin që do t'ja vendosim sipër. Do dali një recetë shumë e shijshme. Edhe me këto ngjyrat jeshile që janë të duhurat për një recetë perfekte. Mos të duhet edhe ujë, jo. Lëshon vetë lëngjet e mbledhura, edhe qepët po ashtu. Dhe gati për ta pjekur në furrë. Kjo është tava me mish dhe qep të njoma. Në furrë të parangrohur, edhe njerë se çfarë dhe direkt e vendosim. E kemi parangrohur furrën, ndërkohë produktet do t'i lexoj edhe njerë se çfarë ju duhet për përgatitjen e kësaj tave, ju duhet mish keci, sepse kjo recetë origjinale ka të tillë. Mund ta bëni dhe me mish pule, me mish qingji, 2 thelpinj hudhër, 1 kilogram qep, 1 lugë gjelle salcë e koncentruar, 1 filxhan kafeje oriz, 5-6 gjethe fiku, pak vaj ulliri, bim aromatike, krip dhe piper i zim. Besoj se është gati për ta serviru, se shoh që është mpiksur pjesa e qepëve, lëngut. E po t'rregojmë anvisave tona, tavën me mish dhe me qep të njoma. Shtruar tek shtrati i gjetheve të lakrës zezë, dhe shifeni çfarë rezultati fantastik ka kjo tavë. Pra, edhe me mishin e pulës mund ta përgatisni, edhe me mishin e kecit apo mishin e qingjit. Në një tavë balti ose në një tavë të zakonshme, provojeni me disa lloje, pra me pjesën e bardhë të qepëve të njoma, qepën e bardhë, pjesën e jeshile të qepëve të njoma gjithashtu, orizin, salsën e koncentruar, erzat. Shifeni recetën, do t'i pak më vonë edhe në YouTube-in e Rezedielli, në kanalin tonë zyrtar, për ta rifreskuar për ta parë edhe një herë nga fillimi.